Nuk po ngelem dot shtatzan se burri nuk më gjen dot vendin intim se jam shumë e shëndosh. Çdo muaj një njëjta pritje dhe çdo muaj i njëjti zhgënjim. Era kishte mbushur 33 vjet, 5 vjet martesë, 2 vitet e fundit duke u përpjekur për një fëmijë. Në fillim ishte eksitim, një ëndër e bukur që po ndërtohej, pastaj erdhi shqetësimi i lehtë, i ndjekur nga vizitat e mjeku, analizat, përgjigjet evazive, por asnjë analizë nuk e kishte përgatitur për atë natë. Ishte vonë rreth mesnatës. Burri i saj Artani kishte pirë pak më shumë se zakonisht në darkë. Nuk ishte i dehur, por alkooli i kishte zbutur gjuhën. I kishte hequr ato filtrat që njerëzit i mbajnë gjatë ditës. Ajo ishte shtrirë në krevat, me shpinë nga ai, duke dëgjuar zhurmat e televizorit që priste një moment, intimiteti që prej kohësh ishte kthyer në një mision jo në dashuri. Artani u afrua, e përqafoi nga pas. Era ndjeu ngrohtësinë e trupit të tij, por edhe tensionin. Ai u përpoq. Ajo e ndjeu përpjekjen e tij, lëvizjet e nxituara, pastaj ndalesën, një pëshertim e rëndë. Nuk po hy dot, përshpëriti ai, por zëri i tij nuk ishte i butë. Kishte një ngjyrim flustrimi, lodhjeje. Era ngriu. Fjalat i ranë si thik. Nuk ishte hera e parë që ndodhte, por ishte hera e parë që ai e thoshte kaq hapur, kaq të papërpunuar. Ai u tërhoq, u shtri në anën e tij të krevatit. Heshtja që pasoi ishte më e zhurmshme se çdo fjalë. Era nuk lëvizi. Syt i mbetën hapur në errësirë duke parë murin. Mbase jam shumë e shëndosh, mendoi ajo. Mendimi nuk ishte i ri. I kishte shkuar në mendje shumë herë kur shihej në pasqyrë, kur blinte rroba, kur krahasonte veten me gratë e tjera, por tani dyshimi i saj më i thellë ishte konfirmuar nga personi që donte më shumë. Në heshtjen e asaj nate, trupi i saj, për të cilin aq shumë ishte munduar ta pranonte, ishte bërë pengesa mes saj dhe ëndrës për t'u bërë nën. Ditët në vijim ishin të vështira. Ata nuk e përmendën atë natë. Artani ishte i kujdesshëm, pothuajse fajtor. Era ishte e tërhequr, duke mbajtur një buzëqeshje të shtirë gjatë drekave familjare, duke qeshur me shakat e miqve, ndërsa brenda saj gjithçka ishte bosh. Një pasdite, ndërsa ishte vetëm në shtëpi, ajo qëndroi para pasqyrës së gjatë të dhomës së gjumit. Shikoi format e saj, barkun, ijet, kofshët e gjëra. Lotët filluan të rridhnin pa mundur t'i ndalte. Nuk ishin lotë zemërimi, ishin lotët e një gruaje që ndjehej e bllokuar, jo vetëm nga trupi i saj, por edhe nga dëshira e saj për të dhënë jetë. Disa javë më vonë, ajo shkoi te mjekja e saj, zonja Alma, një grua rreth 50-ave, e ngrohtë dhe profesionale. Pas ekografisë dhe disa kontrolleve, doktoresha ul pranë saj. Era gjithçka duket në rregull nga pikpamja fizike. Ndonjëherë problemet për të mbetur shtatzan nuk janë thjesht mekanike. A keni menduar të flisni me dikë, një psikolog ose këshilltar të çiftesh? Stresi dhe presioni mund të ketë një ndikim të madh. Era nuk fliste për atë natë, por ndjeu një dorë që i shtrëngonte zemrën. Ajo e dinte se problemi nuk ishte vetëm tek ajo, ishte tek komunikimi që kishin humbur, tek fjalët e pathëna, tek ajo ndjenja se trupi i saj ishte kthyer në armik. U desh kohë, muaj të tërë komunikimit të vështirë, seanca të përbashkëta, ku mësuan të flisnin për frikën dhe pasiguritë e tyre. Artani kërkoi falje për atë natë, për fjalët e tij të pavullnetshme, duke shpjeguar se frustrimi i tij nuk ishte të bënte me të, por me ndjenjen e tij të paaftësisë për të dhënë asaj atë që ajo dëshironte më shumë. Ajo filloi të shihte veten ndryshe, jo për të humbur peshë, për hir të estetikës, por për t'u ndjerë edhe më e shëndetshme dhe më e fortë. Filloi të ushtrohej, jo nga urrëtia për trupin e saj, por nga dëshira për ta dashur atë. Një vit më vonë era mbeti shtatzan. Kur mbajti në duar tesin me 2 vijat e kuqe, nuk mendoi për atë natë e errët, mendoi për rrugën e gjatë që kishte bërë, për lotët, për të qeshurat e rikthyera, për duart e burrit të saj që tani e preknin me butësi, pa ngut, pa flustrim. Ajo kishte mësuar se dashuria për veten ishte fillimi i çdo gjëje, madje edhe e një jete të re.